Përmenja Allahut Azza wa Jall t'jep fuqin në trup. A nuk ishte Fatima bia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që unë kote pejgamberi Allahu tha ja Rasulullah ki Aliu radiallahu an po ka punë shumë. Po dohet on me kujdes për kalin e ti për ushqien baktit, po dohet on gjithashtu mo kujdesen për shtëpin e ti, po dohet dhe nuk po mbjen shërptore që të mdimon në punët e përditshme. Le të dëgjojnë ato gratë që ankohen prej midisit, ankohen prej dopsis, ankohen për ankesat të ndryshme, këto ankesa nga kanë ardhen dhe cilja recepti që kanë mundësi ato të rikthejnë fuqin e tyre. Tha pejgamberi Allahut të tregoj për diçka që është më e dobishme për ti o i Fatime se sa të besh një shërptore të ndimon punët e tua, punët e përditshme tua. Më tregoj ja Rasulullah, tha kur bajsh me flet thuaj 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Provoje nëse fle 15 minuta dhe gjys ore ngritësh i kthjell dhe i fuqishëm dhe aktiv, si kurse me pas fletën jo 8 orë, po me pas fletën një mot.